Pas propolisit, një tjetër anti-inflamator i fuqishëm është edhe rigoni apo vaji i rigonit që prodhohet prej tij. Do të tregojmë se në ç'gjendje shëndetësore çfarë ka aftësi të bëjë në trupin, në organizmin ton. E përdorim rigonin në gjell, e përdorim si çaj, por nuk kemi folur ndonjëherë se sa i fuqishëm është ai për të luftuar problemet. Për vlerat e tij. Atëherë, vlerat e rigonit ja japin ato vajrat esenciale që ndodhen në brendësi të atyre gjetheve dhe të luleve të rigonit. Është një bimë, le të themi, e përqendruar që nga jugu i Shqipërisë deri në këto kodrat e Kavajës e kështu, dhe merr edhe pjesën e Shqipërisë lindore, pra Korça, Pogradeci, pak Pogradeci, Bilishti, Përmeti, Tepelen, Gjirokastër, Vlorë e kështu me radhë. Atëherë, kur kam qenë student në farmaci, mu desh për një temë që unë të shikoja zhvillimin e rigonit dhe depozitimin e përqendrimin e vajit esencial të tij. Ishte një dukuri e tillë. Rogozhin, pjesa e Shqipërisë së mesme e akumulonte vajin esencial të rigonit në përqindje, mund të themi ai fillonte me 0,1-0,2 e kështu me radhë, por fillonte më herët se sa të themi ato malësitë e Kurveleshit ose ajo lugina e Vlorës ku mora ca mostra për t'i analizuar. Dhe deri në fund të muajit maj dallohej dukshëm kjo diferencë. Mandej, kjo pjesa e Shqipërisë së mesme, sikur bllokohej në këtë, dhe unë do ta tregoj pse, ndërsa pjesa tjetër vazhdonte që të rriste atë përqendrimin e saj. E nëse këtu për shembull në Rogozhin kjo arriti 3.2 dhe jo më lart, në pjesën tjetër ajo shkonte deri në 4, 3.7 në shumë zona, 4, 4.2, 4.5. Pse ndodhte ky bllokim, si thua? Me rritjen e temperaturës, këto gojzat që ndodhen në gjethet e bima mbyllin aktivitetin e tyre. Dhe në këtë zonë të Shqipërisë së mesme, temperatura mbi 37-38 kalonte shpejt, pra ishte muaj qershor, që do të thotë një pjesë të mirë të orëve ditore me diell, gojzat e bima e rigonit janë të mbyllura. E kuptova. Nuk e kryen këtë fotosintezë sepse humbet lagështirën dhe s'ka ku e merr nga toka, se nuk ka ujitje, vaditje. Atëherë, në këto bimë të tjera që janë më lart se 500-600 metra, kuptohet që nuk arrihet lehtë temperatura 38 gradë. Ajo donte muajin korrik, gusht më shumë, kështu që bima ishte e tëra në aktivitet të plot. Atëherë, kjo bimë, duke qenë në aktivitet, shton përqindjen e vajit esencial tek bima. E kuptova. Në gjethe. Kur ne blejmë një rigon të thatë Po. në treg, si ta kuptojmë që është cilësor, është i mirë, nga aroma, nga ngjyra, E para njerëz ta shikojmë që ai mos ketë dhe, sepse kam parë në disa tezga e kështu në treg, dhe atë rigon mos e merr në shtëpi, se ai dheu është i kontaminuar dhe ti do kontaminosh gjellën. Mbarua me këtë. E dyta, hedhim këtu në pëllëmbën e dorës, pak rigon, fërkojmë me mollë në pëllëmbën e dorës kështu, dhe i afrojmë tek hunda afërsisht 10 cm, jo afër. Po që se ky më lëshon aromën 10-12 cm e poshtë, do të thotë që ky ka vaj esencial të mirë dhe është rigon i zonave malore. Një tjetër mund të jetë kështu që unë e përhap kështu, e vras me dorë, që them kështu kuptim vulgar, gjuhë vulgare, e vras me dorë. Se unë të vërtet e coptoj gjethen dhe rrit sipërfaqen e kontaktit të kësaj gjethes me ambientin. Dhe ajo aroma, për shembull, unë e vras këtu me pëllëmbën e dorës, aroma duhet të ndihet pothuajse në të gjithë dhomën. Ky është një rigon shumë i mirë me vaj esencial të lartë. Pse duhet ta përdorim rigonin? Çfarë vlerash ka ai për shëndetin ton? Përveç se shijes dhe aromës të mirë në gjellë? Atëherë, po lexoja në një libër të një mjeku amerikan, që thoshte: studiojmë atë dietën ushqimore dhe shikojmë koeficientët antioksidativ. Ai mund ta mbushte me perime ose me zarzavate, pjatën, dhe koeficienti antioksidativ shkonte nga 1.5, 1.7 deri në 1.8, maksimumi në 2. Sa shtonte në të afërsisht 3-4 gram rigon, koeficienti shtohej
edhe 20-30% më shumë. Pra është një antioksidant. Është një antioksidant i fuqishëm. Ka plot punime, unë për veten time e kam provuar në laborator, tek myku i bardh, Candida albicans. Atere, kemi disa mostra fotosh ne nga ky procesi punës tuaj, doktor? Atere, unë përgatita ato disqet me këtë vajin e rigonit, por të holluar, dhe në një pjatë petri ne vendosëm 8 disqe. 6 i morëm nga farmacia, antimykotik, dhe 2 unë vendosa trumzën edhe rigonin. Atere, me të vërtet, unë kur shkova që e pash, unë u befasova disku i vajt esencial të rigonit, na kishte dhënë një efekt djegës shkatërues të mykut të bardh në një diametër rreth 3,75 cm. Gati 3,5 e kishte dhënë trumza. Dhe po t'i krahasoni me ato të tjera që unë s'po përmendemra, ne mund ta shikojmë pjatën e Petrit në ekran, 7 dhe 8, ja, këtu është mbjellja e mykut të bardh, siç e shikojmë, ndërsa këtu tash 8 është rigoni, shikoj është në qendër, po. 7 është trumza, edhe mund të themi që 7 dhe 8 janë afruar dhe kanë ngushtuar edhe hapësirën e 5-s, të 4-s edhe të atyre numrave të tjerë. Atere, shikoj efektin e këtyre të dy bimëve, sa i fuqishëm ka qenë kundra mykut. Atere, kush ja jep me të vërtet këtë fuqi? Unë mendoj që timoli dhe karvakroli. Janë përbërësit kryesor që ka... Më të fuqishme të saj. Atere, duke qenë që ne kemi provuar disa herë në pjata Petri, edhe myk të marrë nga thonjt, edhe nga këmbët, thëmbrat e plasaritura, e kështu me radhë, edhe nga gjuha, dhe rezultati ka qenë me të vërtet befasues, ne ju kemi thënë njerëzve pastaj që shiko, përdoreni mykun, për mykun e bardh, përdoreni rigonin dhe trumzën si çaj. Kur keni kështu çrregullime, bark, diare me shkume, kështu me radhë, përdoreni çajin e rigonit dhe të trumzës. Kjo jo se është provuar për shembull në laborator nga ne dhe të rrajmë gjoksin, jo, por edhe shumë mjek të tjerë. Profesor në shtete të ndryshme e kanë mbështetur me punimet e tyre. Dhe në minutën e fundit që na ka vetur. Pak neve tashin, ja, këtu. Se kemi vajin e rigonit që është akoma më i përqendruar. Që është shumë herë më i fuqishëm. Neve e kemi analizuar në një laborator në Greqi, pra Gas Lab, që neve kemi vënë re me vërtet këto përbërës. Linaloli, i cili ka qenë gati 69.000 miligram, 70.000 miligram për 1 kilogram. Pra, në nivele optimale. Shumë i kënaqshëm. Linaloli, kemi këtë eugenolin, po ta provosh, doktor, është shumë i fortë. Ka geraniolin, atëre mund të theksojmë këtë 12.772 geraniol. Do thotë ndonjëri, po qa është kjo? Atëre, është provuar nga të tjerët që geranioli që ndodhet edhe te hudra, është një antikancerogen i mrekullueshëm. Pra, duke qenë i tillë, njerëzit që janë me tumore mund ta përdorin vajin e rigonit nga 3-4 pika në ditë, mund të përdorin propolisin e rigonit, mund të përdorin hudrat nga 2-3 thelpi në ditë, për të marrë këtë mikroelement që është i mrekullueshëm për organizmin tonë. E rëndësishme është që për çdo përdorim sigurisht që të kemi një konsultim me një profesionist për të ditur se të paktën për vajin e rigonit që është aq i fuqishëm tek fëmijët përdoret për ta përmbyllur tani? Shiko, edhe një herë duhet të sqarojmë kështu dëgjuesin. Nëse do ta marrim si vaj esencial të pastër, nuk është mirë që ta përdorim. Ky duhet të bashkëshoqërohet me dikë tjetër për të ulur pak atë efektin djegës dhe shkatërues të tij. Po fëmijët mund ta përdorin, po sigurisht që po. Po të jetë i shoqëruar me dikë tjetër. Për shembull, në një lugë çaj me vaj ulliri, 1 pikë vaj rigoni. E kuptova. Është i mrekullueshëm. Një i rritur, 1 lugë çaj me vaj ulliri, 1 lugë gjelle vaj ulliri, 3 pika vaj rigoni. Ose hidhet direkt në gjellë për zjeje, ajo jo vetëm që aromatizon, por rrit, koeficientin antioksidativ të gjellës. Bukur.
Faleminderit doktor për gjitha informacionet dhe këshillat që dham sot për propolisin dhe rigonin e vajin e rigonit. Ju uroj javë të mbar. Faleminderit që erdhe. Ndërkohë ne do të përshëndetemi së bashku për të lënë takimin ditën e nesërme. Kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.